Mos e harroni, nëse askush nuk ju sheh si armik, atëherë nuk je i rëndësishëm mjaftueshëm. Nëse askush nuk ju sheh si kërcënim, atëherë nuk je i fuqishëm mjaftueshëm. Nëse askush nuk flet pas shpine, atëherë nuk je i jashtëzakonshëm. Nëse dikush po fiton avantazh nga ti, atëherë ke vlerë. Mos e harroni, nëse askush nuk ju sheh si armik, atëherë nuk je i rëndësishëm mjaftueshëm. Nëse askush nuk ju sheh si kërcënim, atëherë nuk je i fuqishëm mjaftueshëm. Nëse askush nuk flet pas shpine, atëherë nuk je i jashtëzakonshëm. Nëse dikush po fiton avantazh nga ti, atëherë ke vlerë.